Vetëm disa qaste më parë, gjykata kushtetuese e vendit ka zbardhur të plot vendimin për pezullimin e ish-zëvendës kryeministres Belinda Balluku. Gjyqtarët u ndan 4-4 në lidhje me çështjen e imunitetit, nëse për rastin e pezullimit do duhej ose jo të kërkojë autorizim nga kuvendi. Glidona Daci ka ullësit e këtij vendimi tashmë të arsyetuar nga gjykata kushtetuese, na i përcjell ato drejt për drejt. Glidona, të përshëndes, çfarë ke mësuar nga leximi i këtij vendimi tashmë të arsyetuar gjykatës kushtetuese? Vendimi i arsyetuar gjykatës kushtetuese për 43 faqe sheftion, tashmë ka dalë faqen e kësaj gjykate dhe do të niset për të botuar në qendrën e fletorën zyrtare, aty ku do të hyjë automatikisht edhe në fuqi, sepse vendimet të tilla hyjnë në fuqi në momentin që botohen në fletorën zyrtare dhe jo vetëm në faqen e gjykatës kushtetuese. Duhet theksuar tashmë që ka qenë një vendim i cili ka kërkuar edhe kohën e vet për të arsyetuar për shkak edhe të qëndrimeve që kanë pasur tek gjyqtarët e gjykatës kushtetuese, të cilët u ndan 4-4 duke mos arritur quorumin e nevojshëm sa i takon marrjes së një vendimi në lidhje me këtë çështje. Ndërkohë që në këtë vendim janë të rënditura dhe argumentat kryesorë, të cilat janë dhënë nga palët të cilat ishin të interesuara në këtë proces gjyqësor, që ishte kryeministri dhe këshilli i ministrave nga njëra anë, institucioni i kuvendit dhe presidencës, dhe po ashtu nga ana tjetër qëndronte pala kundërshtare, gjykata e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar dhe prokuroria e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Edhe në vendimin e gjykatës kushtetuese është i vendosur edhe qëndrimi i gjykatës posaçme, e cila eksonte që vendimet e saj janë të ankimueshme dhe mund të ndryshohen nga gjykatat të cilat janë në shkallë hierarkike më të larta. Në vendimin e arsyetuar gjykata kushtetuese është ndalur pikërisht te interpretimi i imunitetit të deputetit sipas ndryshimeve kushtetuese që në momentet kur ajo është miratuar, ndryshimet të cilat i ka psuar ndër vite. Njëri nga grupet e gjyqtarëve të cilët votuan pro kërkesës së bërë kërkesë padisë së bërë nga ana e qeverisë pretendonin që imuniteti i deputetit dhe pezullimi i ushtrimit të funksionit të një ministri cënonte drejt për së drejti pushtetin ekzekutiv dhe për këtë arsye do duhet të ishte kërkuar më herët mas dhe autorizim në këshillin e mandatave për sa i përket caktimit të kësaj mase sigurie dhe po ashtu nga ana tjetër ata pretendojnë që pezullimi i një ministri ka sjell edhe pasoja të drejtë për drejta në funksionimin e ekzekutivit, duke qenë se po flasim këtu për zëvendës kryeministrën e vendit dhe njërazi ka qenë edhe ministre e energjetikës dhe infrastrukturës, ku edhe nga vetë kryeministri Rama ka pasur deklarata publike që po pengohen ushtrimi i kësaj ministrie për firmosjen e disa procedurave tenderuese dhe për projekte të cilat ishin të parashikuara. Ndërkohë që nga ana tjetër 4 gjyqtarë të tjerë kanë argumentuar që në ndryshimet kushtetuese të cilat u miratuan në vitin 2012, imuniteti i deputetit pas diskutimeve që janë zhvilluar në Parlamentin e Republikës së Shqipërisë, në atë kohë Partia Socialiste ishte në opozitë dhe Partia Demokratike në pushtet, kanë sjell cungimin dhe ngushtimin e këtij imuniteti, duke vendosur që deputetit nuk ka të drejtë të caktohet një masë me karakter shtrëngues, siç është e arrestit në shtëpi apo arrestit në burg, po ashtu nga ana tjetër kontrolli personal dhe kontrolli i banesës, ndërkohë që nga ana tjetër sa i takon pjesës për pezullimin nuk ishte e përfshirë dhe nuk ishte e përfshirë tek pjesa që përfshin imuniteti dhe për këtë arsye mund të aplikohej nga gjykata e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Po ashtu nga ana tjetër sa i takon ushtrimit dhe të ndjekjes penale, çdo person është i barabartë përpara ligjit dhe do duhet të nënshtrohet ndjekjes penale. Gjithashtu nga ana tjetër, 4 gjyqtarët kanë edhe një qëndrim që duke qenë se qeveria edhe pushteti ekzekutiv kanë të drejtën për të bërë ndryshime ligjore, mund të bënin edhe ndryshimin e nenit 222.2 e kodit të procedurës penale, i cili parashikonte edhe pezullimet. Ndërkohë po ashtu do të mbetet për të parë si çfarë qëndrimi tashmë do të mbajnë edhe institucionet e tjera, duke qenë se ka nisur një propozim për ndryshimin e këtij legjislacioni dhe kësaj pike të nenit 240 të kodit të procedurës penale nga ana e Këshillit të Ministrave, por ende nuk kanë shkuar në parlament për të votuar dhe kjo do të mbetet për të parë nëse do të arrijë apo jo të miratohet që të hiqet pjesa e pezullimit sa i takon ministrave, sepse në interpretimin që i bëhet në 103.3 të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, edhe sa i takon në 73.2 për sa i përket imunitetit, ministri gëzon imunitetin e deputetit në rast se ai edhe në rastet kur ai nuk është i zgjedhur drejt për drejt, pra nuk është deputet i Parlamentit të Republikës së Shqipërisë, ndërkohë që nga ana tjetër, prokuroria e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar në parashtrimet e saj pretendonte që nuk është prekur imuniteti i deputetit, por funksioni i Belinda Ballukut si zëvendës kryeministre dhe ministre e infrastrukturës, ndërkohë që ajo mund vijonte detyrën e saj sa i takon çështjes deputetit, duke qenë se është e zgjedhur drejt për së drejti nga populli dhe e parashikon edhe kodi zgjedhor një gjë të tillë. Gjithsesi tashmë vendimi
vendimi i gjykatës kushtetuese është i arsyetuar dhe argumentuar. Do të shohim sepse pas zbardhjes së këtij vendimi do të vihet në lëvizje gjykata posaçme me apeli dhe konkretisht gjyqtarja Miljana Muça, e cila kishte pezulluar vendimarrjen e saj në lidhje me këtë çështje, pra vetëm me pjesën e pezullimit, për vetë faktin se gjykata kushtetuese pati dalë me një vendim të ndërmjetëm që pezullonte vendimin e gjykatës së posaçme të shkallës së parë, sa i takon masës së sigurimit pezullim nga ushtrimi i funksionit, por duke qenë se zonja Balluku tashmë është e shkarkuar nga detyra dhe është zëvendësuar edhe si zëvendës kryeministre, edhe si ministre e infrastrukturës dhe energjetikës, gjykata e posaçme nuk besoi që do të ketë një objekt për të bërë të mundur edhe shqyrtimin e kërkesës së saj. Gjykata e posaçme apelit në rastin konkret, duke qenë se zonja Balluku nuk i ka më këto funksione dhe ajo është deputete e Parlamentit të Republikës së Shqipërisë. Po ashtu nga ana tjetër vijon betejë në Këshillin e Rregullorës dhe Mandateve sa i takon imunitetit të zonjës Balluku, ku prokuroria posaçme kërkon ashpërsim të masës së sigurimit. Gledona, shkurtimisht, në fund, lexoj në këtë vendim gjykatës kushtetuese tashmë të arsyetuar edhe një mendim paralel të dy gjyqtarëve, Xhaferllari dhe Vokshi, që argumentojnë se çështja nuk duhet të ishte pranuar fare për shqyrtim nga gjykata kushtetuese, pasi nuk ekzistojnë mosmarrveshje reale kompetencash ndërmjet institucioneve, që ishte edhe fokusi kryesor i kërkesës së kryeministrit. Pikërisht, dhe kjo ka qenë edhe një nga pikat kryesore të prokurorisë posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, sa i takon pjesës konfliktit dhe mosmarrveshjit, pasi prokuroria posaçme në parashtrimet e saj që bëri edhe në gjykatën kushtetuese theksonte që nuk ka të bëjë me pushtetin ekzekutiv, nuk kanë marrë kompetencat të pushtetit ekzekutiv, por është një masë sigurimi personale dhe është ndaj individit. Dhe për këtë arsye, duke qenë se edhe në rastin e zotit Berisha, zonja Xhaferllari ka pasur po të njëjtin argument, duke qenë se gjykata kushtetuese nuk e mori parasysh kërkesën e 1/5 së deputetëve të cilët quan kërkesë pa di për sa i përket çështjes së zotit Berisha, duke argumentuar që nuk është çështje personale dhe se nuk është çështje e cila lidhet me detyrën e zotit Berisha dhe në atë kohë kryetari i Partisë Demokratike dhe deputeti i Parlamentit të Republikës së Shqipërisë. Edhe në rastin konkret, të dy gjyqtarët kanë pasur të njëjtin qëndrim, duke qenë se lidhet me çështjen personale të zonjës Balluku në përballjen e saj me drejtsinë, nuk ndërhyn në vendimet që duhet të marrë pushteti ekzekutiv dhe në këtë rast Këshilli i Ministrave dhe Kryeministri. I qartë. Gledona, faleminderit për gjitha hollësitë dhe shpjegimet për publikun në lidhje me çështjen e ish-zëvendës kryeministres Belinda Balluku. Tashmë vendimi i gjykatës kushtetuese është i plotë dhe i arsyetuar.